Kjo që komenton veshin e femrave. Po si të vjezdorme. Si të vjezdorme, goca e komenton për veshin. Vishu me pijame, vishu me fur, vishu me bluze. Shoqja dhe shoku im janë motra dhe dhe kanë super biznes. Në rregull, po ti nga këto i ti po spesh Chanel e Hermes nuk bëj përshtypje. Të duken pijame. Ti nuk e ati investimi i vendit tonë urdhoj. Janë dy njerëz që kanë investuar. Ne kanë krijuar një biznes. Ti mos u fut investimente. Jo, mos u fut ashtu. I përshëndes. Tash ti si do justifikosh sponsor. To janë të mbështesësh brendin shqiptar. Në rregull, pijame, çfarë e pastyri, te pijame, te kara stili standard, te pijame. Ik tani, grupo, Hermes Kara loja mbaj stilin pak. Do të gjej një sponsor të Kara loja se prekesh. Kara loja dhe të paktën ngri stilin e veshjes. Stili nuk e çan ciellin, super stil është. Jo me ke pas rroba, ke pas rrobat mira, shumë mirë. Është brand 100% shqiptar. Edhe do ta vesh sot, e kam vesh jashtë, do ta vesh përgjithmonë. Në rregull. Po manipulant tani. E di se pëlqej më shumë Chanel dhe Hermes, po un kam qef më shumë mbështet shoqërinë time që mundohen edhe kanë krijuar një super brand. Se sa të merrem me sa e mirë që je. Sa të merrem duke treguar nivelin tim të pastroj imazhin tënd me këtë lloj mënyre. Tani do ta pastrosh imazhin tënd në lojë duke sponsorizuar dhe duke mbështetur shoqërinë tënde. Jo, çapo i thon publikut. Kur të dëgjon publiku tani, kur të dëgjon publiku tani thot ja e shkreta ku kara. Ja ku kara. Ik moj mashtruse. Se prekesh për një par rroba. Ik moj mashtruse. Prekesh për një par rroba. Tjerëve mundin poshtë. Po jo, ti do t'i japësh fuqi. Ti duhet ta pastrosh imazhin tënd në një lloj mënyre tjetër me lojën. Me lojën. Kur i tek këtyre dyve që ju duhet të bëni dasmën për në finale. Ti ajo që e përdor dasmën me mashtru publikun për me arritën finale. Ti u bërë zëri atyre. Ti u bërë zëri atyre. Se u bërë zëri atyre. Se, ti ja ka rema doj motë. Qa ka remi, moj, e mëson